Konkursi për 155 të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës ende nuk është mbyllur, pasi që ka pasur ankesa në shkallën e dytë nga kandidatë të tjerë. Sipas drejtorit të spitalit, një pjesë e tyre është pranuar në punë, ndërsa pjesa tjetër pret vendimin përfundimtar. Për konkursin 155 të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, ne vendimet i kemi dhënë, presim prej Komisionit të Shkallës dhe që të marrim edhe përfundimin e procedurave ligjore që të marrim edhe vendime. Ashtu si që në dhjetor kemi dhënë 28 vendime pune për specializantët në Spitalin Klinik të Tetovës, të cilët tani ata e japin kontributin e tyre në këtë spital. Ditën e hënë kemi dhënë edhe për 10 punëtorë të tjerë medicinal në Spitalin Klinik të Tetovës, në të cilët ka pasur ankesa, por ankesat kanë qenë të pabaza. Sipas Elezit, edhe pse ka ankesa, konkursi i njëjtë do të përsëritet. Jo, nuk kemi konkurs të ri, e kemi konkursin e njëjtë. Na vazhdon konkursi i njëjtë, kështu që realizimi besoj se maksimumi deri në 1 muaj do të kryejm për gjithçka. Javë më parë në Tetovë ishte edhe ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili tha se për shkak të zgjedhjeve ka pasur vonesa procedurale. Sa i përket punësimeve, pra punësimet pjesa e parë mbaroi me sukses. E dini që për shkak të zgjedhjeve lokale unë dalën aty ku ishin në proces, pastaj vazhduam aty ku ngelëm. Drejtori me sukses mbaroi procedurën administrative dhe tani mjekët dhe motrat medicinale janë pjesë e infrastrukturës shëndetësore në Tetovë. Procedura e dytë, hapja e thirrjes së dytë, gjithashtu është në proces. Sipas drejtorit, janë të nevojshme punësime të reja në Spitalin e Tetovës dhe ata kanë bërë kërkesë në planin vjetor dhe u është miratuar. Ai shtoi se nevoja për kuadër është e madhe pasi që 10 vitet e fundit në Spitalin e Tetovës nuk janë dhënë vendime.